Dokumentet e para që kam gjetë për Shqipërinë, për shqiptarët, për Kosovën, ka qenë arkivin kombëtar britanik, por përndryshe në Britani të Madhe ka dhe arkiva lokal. Do të thonë çdo zonë ka arkivin lokal. Si më qenë shembull arkivi i Prishtinës, arkivi i Pejës, domethënë edhe qytetet e vogla kanë biblioteka dhe arkive të veçanta ku kanë jetuar shqiptarët më herët, edhe është Cambridge dhe Oxfordi kanë përveç bibliotekave kanë edhe departamentet të shkrimeve. Mund të thosh se arkivi në kuadër të bibliotekave dhe janë shumë mirë të ruajtura. Domethënë jashtëzakonisht edhe arsyeja pse Britania e Madhe ka shumë materiale për shqiptar, për arsye se ka qenë perandori, ka pas përfaqësues diplomatik gjithandej në vendeve, domethënë sidomos gjatë kohës perandorisë osmane, dhe për këto ata kanë krijuar një fond dhe kanë raportuar për problemet që kanë pas shqiptarët. Shumë ka. Kaq vetëm në Angli sa ka fond, domethënë për t'ia kushtuar gjithë jetën, domethënë nuk mjafton as jeta ime, as jeta e disa studiusëve, individëve të tjerë, domethënë sa ka. E pamundshme është.